ndaj ushqimit, pijes apo dëshirave. Dhe kemi edhe llojin e ky të agjerimit, që është edhe ky agjerim tepër i rëndësishëm, është agjerimi ndaj gjërave të ndaluara. Ky agjerim i parë ndaj gjërave të lejuara e kemi gjatë muajit të Ramazanit, gjatë ditës pra, ditëve të Ramazanit, ose agjerimi vullnetar. Ndërsa agjerimi ndaj gjërave të ndaluara, muslimani duhet të agjerojë gjatë gjithë vitit. Dhe sidomos në Ramazan, ku ne mësohemi më së miri me agjerimin ndaj këtyre gjërave të ndaluara. E gjërat të ndaluara janë fjalët e këqija, gënjeshtra, mashtrimi, gibeti, pra gjithë të gjëra që janë të ndaluara. Besimtari duhet të agjerojë ndaj tyre. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot një hadith: "Men lam yada qawl az-zuri wal 'amal bih", thot kush nuk e lë gënjeshtra dhe punën me ta, Allahu i lartësuar nuk ka nevojë. Pra që ky njeri ta lejë ushqimin dhe pijen e tij. Ka shumë njerëz që ndoshta ditën e kalon pra duke e privu veten nga ushqimi dhe pija, por nga ana tjetër nuk kursehet me fjalët e tij, nuk kursehet me shikimin e tij, nuk kursehet me dëgjimin e tij, nuk do me ditë se kjo fjalë pra është haram, gibeti është haram, thashetemet janë haram, gënjeshtra është haram. Dhe gjitha këto ndikojnë tek ky agjerimi i parë, nëse njeriu i vepron paksojnë shpërblimin. Dhe profeti alayhi salatu wassalam një herë i pyet shokët e tij, i thotë: "A e dini se kush është i falimentuari?" Sa i falimentuari tek ne, pra që di ne, është ai që s'ka para. Profeti alayhi salatu wassalam tha: "Vazhdoj të përmend, ai i falimentuar në mendin tim është ai njeriu që vazhdoi të përmend që agjeron Ramazan, përfal namaz, jep zekat, përmend vepra të mira profeti alayhi salam. Por kur vjen ditë e gjykimit, tha: ka shah filan, ka godit filan, ka bra filan." Ne vazhdojmë pra të përmend ato vepra të cilat ndikojnë tek veprat e mira. Tha dha ditë, siç kuptohet prej fjalëve të profetit alayhi salatu wassalam, i merren të mirat që ky ka vepruar, i ka bëu gibet për filanin, i jepet të mirat e këtij atij. Ka shar filanin, i jepet të mirat, derisa i përfundojnë të mirat që ky ka bëu. Atëherë nuk mbaron me kaq. Nëse të këqijat që ky ka bëu vazhdojnë prapë, atëherë merren të këqijat e personave të tjerë dhe i hidhen ti, derisa hidhen, thot profeti alayhi salatu wassalam, në zjarr Zotit e Mërgut. Prandaj vëllezër dhe motra, ky muaj Ramazani le të vej për ne si një muaj që e përbajnë veten, e ruajnë shikimin tonë, e ruajnë dëgjimin tonë, e ruajnë lojën tonë. Mundohemi të jemi më të përbajtur, në mënyrë që të marrim shpërblime sa më shumë, të marrim shpërblimin e agjerimit të plotë, por kjo të vlej për ne edhe pas Ramazanit, me lejen e Allahut të lartësuar, të bëhemi njerëz më ndryshe, të bëhemi besimtar më të mirë. Allahu ju shpërblet me të mirë.